Dhe këto një ditë, këto gjëra do shpërthehen dhe problem do ketë Greqia brenda, ndoshta pse jo dhe një luftë qytetare, ku gjithmonë ka ndodhur në Greqi. Ka pas në 47-49 luftë qytetare, po dhe juntën në 68 dhe në 74. Mes tre çështjeve që ju përmendet, ishte edhe çështja e detit, që tha që kryeministri Rama kishte mundësi për ta çuar më tej, për ta zgjidhur, por ka nga ata që mendojnë që pas këtyre sulmeve dhe replikave mund të jetë edhe dorëzimi nga krahu tjetër i kufirit detar. Ju si mendoni? Gjithçka është e mundur dhe një herë e them duke njohur mirë diplomacinë shqiptare greke, duke njohur dhe ministrinë e jashtme të Shqipërisë dhe diplomatët tanë që për mendimin tim janë shumë të dobët në krahasim përballë versioneve diplomatike greke, zoti Rama, nëse do t'i kishe kapur me hap pas hapi, do e kishte zgjidhur edhe çështjen e ligjit luftës dhe çështjen Çame dhe çështjen e detit, sepse këto kanë radhë. Në fillim duhet të hiqet ligji luftës i Greqisë që mand anshëm ndaj Shqipërisë. Më tej duhet zgjidhet çështja Çame, domethënë duhet ketë një marrëveshje midis dy shteteve, midis dy popujve, dhe më tej neve duhet kërkojmë zgjidhjen e detit, kufirit toksor, piramidave. Jo të kalojmë direkt në zgjidhjen e kufirit, përderisa ai mban ligjin e luftës, Greqia atëherë nuk ta njeh kufirin detar dhe kufirin toksor. Unë pardje lexova në një arkiv të CIA-s amerikane, në arkivat e CIA-s janë të hapura për publikun. Lexova se si në 71-shin e kemi hapur marrëdhënie diplomatike me Greqinë dhe kushti i Greqisë ka qenë për ligjin e luftës do shohim, por kufit ne ende nuk i njohim dhe mbajmë pezull çështjen e Vorje e Pirit, autonomisë së Vorje e Pirit. Pra që në 71-shin ku kemi vënë hapin e marrëdhënieve diplomatike me Greqinë, Greqia ka vënë kushtet e saj, ndërsa ne asnjë kusht, ne vetëm kërkuam furnizimin me ushqime apo furnizimin me teknologji në atë kohë që ishim prishur dhe me rusët dhe me kinezët kishim filluar një ftofje. Tek postimet tuaja pak ditë më parë pash që kishin shpërndar një tjetër lajm me qejmë tek mediat greke, edhe te një gazete që shqetësoi për bazat turke në jug. Nëse do shohim Greqia ka problem me Turqinë dhe nuk mundet ajo ta sulmoj dhe me media dhe me diplomaci Turqinë, atëherë i bi Shqipërisë duke ditur bazë që ka të dhëna Greqia që Turqia e mbron Shqipërinë, ka një marrëveshje, kanë përshtatën gjithëherë 15 dhjetor 1920 është një marrëveshje e përjetshme midis dy shteteve, midis dy kombeve që do mbrojnë njëri tjetrin dhe kjo gjithmonë ngelet pra bazë. Por neve duhet të bëjmë pyetjen, ajo nuk është bazë turke, është bazë e ushtrisë së Shqipërisë me ushtar turq. Dhe lind pyetja, si erdhën ata ushtar turq aty dhe kur erdhën? Po jo them këtë gjë, ato erdhën në 98-ën, atëherë kur rreth 1000 forca ushtarake greke me rroba civile strehoheshin nëpër shtëpitë e pakicës kombëtare greke në Dropull dhe vende tjera. Unë kam dhënë edhe fotografitë të atyre vitet të ushtarëve që rrinin për një sulm dhe kryetari i këtij operacioni ish zëvendës ministri i jashtëm i Kipros që masi viti në një incident themi që u zhduk diq në ajër, në aeroplan dhe çdo gjëra po t'i shikojmë me vëmendje kanë lidhje me njëri tjetrin. Pra dhe turqit erdhën për të siguruar jugun e Shqipërisë. Dhe sa herë që Greqia, po ja u them, duhet jeni të kujdesshëm, bën probleme në jugun e Shqipërisë, vjen nga një xhiro, një avore në një nëndetse turke, në një anije ushtarake turke me emrin Preveza, me emrin Janina, me emrin Çamria dhe kur vjen kjo çështje Greqia nuk e ngre zërin hiç. Atëherë pse Greqia nuk reagon që këto anije luftarake, fregata apo nëndece mbajnë emra të toponimeve të qyteteve të Çamrisë apo të Greqisë, të themi të Epirit, jugut të Greqisë. Pra ka shumë prapaskena. Po ta shikojmë ne, ato grekët janë xhelozë edhe pse Rama ndodhet prej 2 ditësh në Izrael, duke patur parasysh që Greqia ka disa marrëdhënie të mira dhe ushtarake me Izraelin, pra gjithmonë bëhet xheloze. Greqia është xheloze ndaj avancimit të Shqipërisë dhe ndaj